jo do të thotë rastësisht edhe si sportist, si ish handbollist, pata ftesë që të marr pjesë në Federatën e handbollit, në Këshillin. Është hera e parë që është një antar në Këshillin drejtues në Federatën e handbollit shqiptar. Është hera e parë, duke pas parasysh se unë vi nga një familje, do thotë baba im ndjer ka qenë handbollist, edhe kanë qenë i njoftëm, edhe unë me handbollin tim, me përvojën time, shoqëria edhe mesi ku sillen do thotë me ato handbollistat të federatës momentalisht, ishte një takim ku mu propozua dhe e parë si benefit apo si proces i ardhshëm pozitiv për handbollin në përgjithësi, do thotë për shtetin ku mund të kontribuojë si tashamilja e handbollit, por normal duke pas parasysh se kemi klubet tona dhe klube që të shuajtura që janë, si klubi handbollit Rinia, që duhet të rri. Më herët edhe ju pjesët. Dhe mendoj se Gosivari ka djemë 3, vajza 3 që mund të mirën me handbollin, Shkupi gjithashtu ka edhe qytete tjera, si Ohri dhe Struga, mirë po edhe Kumanova. Edhe mendimi im dhe ideja ime është që sa të mujtë të kontribuoj në atë aspekt që të rizhvillojmë handbollin tek populata jonë, pa tjetër, po edhe në përgjithësi të gjithë.